Armand Duka ka uruar mikun e tij dhe kolegun Lorik Cana për ditëlindje. Është bukur kur në skuadër ka edhe shumë dashuri të sinqertë dhe ne po përfitojmë nga rasti për të uruar kapitenin e kombëtares, të bëhet edhe 100 vjeç. Vivian Cana është duke pushuar në Capri. Për momentin ajo ka postuar foto vetëm dhe asnjë e shoqëruar. Nuk dihet se me kë ka shkuar atje, por me shumë gjasa do të jetë së bashku me të dashurin e zemrës. Vivian duket në super formë. Angela Martini vazhdon të postojë foto nga pushimet e saj. Bukuroshja ndodhet në Mykonos me partnerin Drago dhe miqtë e tyre të përbashkët. Njerëz u shqetësuan për gjurin e Angelës. Juve si ju duket? Afrodita Dreshaj është duke shijuar pushimet pas publikimit të këngës së saj më të re. Bukuroshja ka pozuar me këmbët lart sikur po pret të vi diçka. Se çfarë po pret ne nuk e dim, por që duket seksi, këtë e dim me siguri.